Por ne kemi raste të dëgjuara më të rrezikshme se ky rast. Kemi raste që kanë dalë një persona të dënuar me burgim përjetshëm, kanë bërë vrasje, janë kthyer në burg. Kemi pas raste që e kanë persona të interesuar për të bërë një vrasje. I kanë kërkuar drejtorisë përgjithshme të burgjeve me shësnime, misime, korrupsion, me lek, me gjitha të zezat, dhe ka dalë nga burgu me leje 5 ditore dhe e kanë vrarë. Çka do thotë që kjo është një çështje shumë e rëndësishme që duhet hetuar. Pra kush e menaxhon këtë? Po kush është ai? Pra i vetmi është që jo sa është drejtori i përgjithshëm të burgjeve, edhe ai e ka me urdhër. Po cili është urdhri? Ato janë probleme të cilat janë që nuk po zbardhen asnjëherë, këto qoftë vrasje politike, qoftë këto situata kaq të ndërlikuara. Ndërsa për deklaratën e Sali Berishës duhet të them që 99% pra Sali Berisha e ka informacionin i pari në Shqipëri për çdo gjë që ndodh. Si e merr ai është çështja e tij. Por ama që këto informacione të tij janë të gjitha të besueshme sepse janë me prova, qoftë me situatat e dënimeve të gjyqtarëve në vendet e Europës, që janë dënuar më parë dhe sot rrinë gjyqtar akoma. Zoti Pietra, në këtë rast, duke u referuar deklaratës së Berishës, a mendoni se mund të ketë një lëvizje nga ana e Erion Veliajt për të negociuar lirimin e tij me Edi Ramën, duke qenë se edhe akuzat politike janë se është Edi Rama ai që e ka çuar në qeli? Tani, unë mendoj që Erion Veliaj del prej burgut kur të hyn Edi Rama. Kjo është një përgjigje ime. Në qoftë se, pra, Edi Rama futet në burg, del Erioni. Në qoftë se nuk futet në burg Edi Rama, Erioni do ngel atë. Avokat, të ndalemi pak në Kosovë, ku Fatmir Shaholli është arrestuar me akuzën për spionazh. Ju si e keni parë këtë ngjarje në vetvete dhe çfarë rrezikshmërie prodhojnë element të tillë qoftë për sigurinë e Kosovës konkretisht në këtë rast ku u cënua edhe me sulmin e Banjskës të ndodhur 2 vite më parë? Unë kam studiu mirë situatën, por nuk mundet që t'jetë e vërtet, por ama a ka mundësi të ndodhë, mundësi ka, por jo se mund t'jetë një person i vetëm i cili mund bajnë të spionazhe. Këta janë gjitha lojra politike, si që ja bën, sepse qeveria Kosovës ja bën i thaqit dhe atyre, nuk ja bën i Europa as kërkush tjetër. Pra, për të majtë pushtetin, për të siguru pushtetin e vetë, janë në Hagë ata që po vuajnë sot. Dhe lufta politike është ma keqe se kjo lufta që bën Putini e këtë tjetë, me armë zjarre. Pra i thoni se është viktim e një, po themi, interesi politik apo thjesht për kapital politik nga ana e qeverisë Kosovës? Sigurisht, për mu, mendimi jem personal është që nuk ka lidhje fare me këtë, por ata mundohen me çdo kusht që të bëjnë rrëmuj për të arritur aty ku kanë qëllimet e veta. Dhe më vjen mirë që iniciativa e Shqipërisë, e Kosovës, u bën në një këtë mitingun në Tiranë, sepse ne kemi bindjen e plot që këta do marrin pafajësi, po pafajësia mas janë shkatërru jeta, është shumë e vështirë, shumë e keqe, shumë e rëndë. A mendoni se protesta e djeshme që u mbajt në sheshin Skënderbej për sakrificën e UÇK-s, por edhe për Hashim Thaçin dhe të tjerët që ndodhen në Hagë, do të ketë efektin e saj dhe gjykata speciale atje? Atje mund të ketë efekt negativ dhe pozitiv, që të themi të saktën, sepse nuk janë shtetet ato që diktojnë, por duke ju referuar edhe rastit të zgjedhjes të presidentit Amerikës, i cili e dha një pathuajse jo deklarat, por një mendim të tij lidhur me këtë rast, mendoj që këta persona rrinë në burg krejtësisht kot. Dhe si mendoni sipas jush, nisur nga optika si njeri i drejtësisë, do të jetë fundi i këtij procesi
duke u referuar këtu edhe dëshmive të dhënë nga ish zyrtar të lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Tani, në qoftë se Haga do mbyll dyert që mos të punojnë, automatikisht që këta do lirohen e ikin punë vet. Por Haga pret një rast tjetër që të merret me te. Mund të jetë rastet e Rusisë me edhe rastet e Izraelit. Tani, cili do ta ketë fatin që të jetë aty në atë institucion, atëherë mund të lirohen në këta. Sepse kështu funksionon sipas menimit tim që si puna e mullirit që do të punojnë të ankohen dhe do majnë në linjë në kam gjykatën. Dhe një nga rastet më kryesore është që nëse bjen, lirohen, ata nuk kanë me qatë merren në diçka publike të kësaj natyre. Dhe mendoj që ata po majnë derisa dalin, siç ishte rasti i djeshëm, ai përdjeshëm kur me Izraelin, me Pam. Si mendoni, si është e mundur që një gjykat si ajo speciale në Hagë, po themi të bjerë pre apo në kurth të fabrikimeve serbe, siç u evidentua në 2-3 raste nga dëshmi të cilat kishin qenë të falsifikuara? Tani nuk ka se gjykata është e detyruar dhe jo më si se ajo gjykat, pra që është një gjykat shumë e rëndësishme, duhet që ta zbardhin nëpërmjet një procesi gjyqësor. Dhe gjykata nuk merret me fjalët që thonë palët ose deklaratat e shteteve ose të institucioneve të ndryshme, po ajo është e detyruar të arrijë në konkluzionin që çështjen ta zbardh për autoritetin e saj. Jo se ajo mund të ketë noll, mund ta ketë edhe bindjen gjykata që nuk ka noll, por nëpërmjet provave dhe fakteve duhet të arrijnë në konkluzionin që është e vërtetë që këta janë pafajshëm. Po nuk mundet gjykata të ndërpres shqyrtimin gjyqësor sepse çohet një shtet, çohet një institucion, çohet një me deklarata të ndryshme që janë pafajshëm dhe do të marrë për bazë deklaratat e personave. Por ajo mund të arrijnë me kuptu diçka, por procesi do jetë proces. Deri në fund nuk mundet që gjykata të arrijnë në një mendim nëpërmjet indicjeve ose rasteve që mund ndodhin në çdo vend të botës. Zoti Pietra, dhe pyetje fundit, çfarë do të thotë sipas jush përplasja mes kryeministrit në detyrë Albin Kurti dhe Edi Ramës sa i përket protestës që u zhvillua në Tiranë për UÇK-n? Dhe në këtë rast, si është e mundur që politika shqiptare nuk gjen një pikë takim sa i përket çështjeve me rëndësi kombëtare? Tani janë dy, për mendimin tim, po kur të bien nga karrika këto dy, do jetë, për mendimin tim, do jetë turpi i Shqipërisë. Pra veprimet e tyre do dalin sheshit, qoftë Ramës, qoftë Albin Kurtit, të cilën do të rëndisin pra zemrat dhe shpirtin dhe mendjen e gjithë shqiptarëve ku do të jenë në botë. Që do të thotë? Që do të thotë që këta nuk kanë bërë asgjë për popullin, kanë bërë vetëm për veten e tyre dhe për interesat e karrikëve të tyre. Kanë hedhur në lumë, kanë hedhur në rrugë, kanë hedhur në drejtësi, kanë hedhur në gjitha institucionet, pra shokët e tyre të cilët i kishin frikë nga pushteti, çka tregon që të dy këta kanë frikë edhe nga njëri tjetri për sa i përket të ardhmes në arenë ndërkombëtare shqiptare. Zoti Pietra, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Faleminderit juve.